Në një kohë kur për Kosovën shpesh flitet vetëm për sfida dhe largime nga vendi, ka edhe zëra ndërkombëtar që përshkruajnë vendin tonë ndryshe, përmes mikpritjes, kulturës dhe kujtimeve personale. Frederik Elsermans, këshilltar në kabinetin e Cohen Kenis në qytetin Antwerpen, flet me vlerësim të veçantë për shqiptarët. Ai ka qenë në Kosovë në qytetin e Pejës pas luftës, kur organizata ku ishte i angazhuar kontriboi në rindërtimin e zonës. Përvoja e tij thotë se ka qenë mbreslense. Shqiptarët i njeh si një popull jashtëzakonisht mikpritës, të ngrohtë dhe miqësor. Na kanë pritur shumë mirë, shprehet ai, duke shtuar se i pëlqen shumë muzika shqiptare dhe mënyra se si shqiptarët vallëzojnë. Një rrëfim ndryshe për Kosovën për te i lajmeve dhe statistikave. Let na tregon pak për komunitetin, sa e njeh komunitetin shqiptar. I njoh shqiptarët ndaj prej shoqatës si Liriada, edhe ju falenderoj shumë për ftesën këtu, për festën e pavarësisë Kosovës. Pastaj më përpara i kam njoft shqiptarët edhe nga Kosova, sepse kam punu në Kosovë mbas luftës. Kemi qenë si organizat për me rindërtu qytetin e Pejës. Kemi bashkëpunu me projekte të ndryshme, edhe aty kam pas një eksperiencë shumë mirë me shqiptarët. Si ju duken si njerëz shqiptar? I njoh shqiptarët si një popull shumë mikprit, se kam pas një eksperiencë shumë të mirë me ta. Na kanë prit shumë mirë, shumë në mënyrë miqësore. Kem bashkëpunu me komunën e Pejës, edhe aty na kanë shoqëru, na kanë tregu vendin. Pastaj kemi një eksperiencë shumë mirë që kemi dalë në mbrëmje, të premten mbrëmje, ishte një shititore, Korza që i thojmë ne. Dhe më ka pëlqyer shumë ambienti, atmosfera aty, diçka që ishte komplet ndryshe prej vendit këtu. Sa janë afër këtyre organizatave shqiptare në Belgjikë, në përgjithësi si popull? Ma shumë komunat bashkëpunojnë me shoqatat, edhe shoqatat shqiptare. Ma shumë ata janë afër për shoqatave, sepse unë thot punoj për qytetin, edhe pse jemi pak në mbikëqyrje edhe i mbajmë kontakt sikur unë tani. Po ma shumë komunat merren me bashkëpunimet me komunat me shoqatat e ndryshme. Një mesazh të fundit për gjithë shqiptarët që jetojnë në Belgjikë. Qëndroni kështu mikprica, edhe njerëz të dashur, ashtu siç ju kom njoft gjithë dhe ashtu siç ju kom njoftu para 10 viteve në qytetin Pejë, qëndroni kështu të dashur, të afërt, mos ndryshoni. Si ju duken traditat këto, muzikat? Po të më pëlqen shumë muzika, edhe atmosfera që e bëni. Ka duke pak e çuditshme se ma shumë po kërcejnë vajzat se sa djemt. Po të më shta edhe kjo pjesë e traditave, por më ka pëlqyer shumë.